Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Euronews Albania, unë jam Mirela Milori, ju njoh me lajmet kryesore. Erion Veliaj do të vazhdojë të qëndrojë në krye të detyrës së kryebashkiake e Tiranës. Gjykata kushtetuese ka vendosur në favor të tij në një votim të ndarë 5-3, duke rrëzuar vendimin e Këshillit të Ministrave për shkarkimin. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se opozita do të përshkallëzojë qëndrimet në parlament lidhur me datën e protestës. Berisha tha se do të ketë një datë në ditët në vijim. Gjykata e posaçme shpalli fajtor dhe dënoi me 3 vjet burgish deputetin socialist Jurgis Çyrbia. Ai akuzohet për nxjerrje të sekretit shtetëror dhe korrupsion në zgjedhje. Shtohet prodhimi i brendshëm bruto për frym gjatë vitit 2024, sipas të dhënave shifra mesatare është $18.900 për banor. Partia në pushtet të Maqedoninë e Veriut fiton zgjedhjet vendore duke marrë drejtimin e 54 komunave. Kërçova nuk do të drejtohet nga shqiptarët. Drejtuesit e institucioneve të Bashkimit Evropian dhe krerët e qeverive të shteteve të Ballkanit Perëndimor do të marrin pjesë nesër në samitin e zgjerimit, eventi historik që organizohet nga Euronews në Bruksel. Nisim më gjerësisht me lajmet. Erion Veliaj do të vazhdojë të qëndrojë në krye të detyrës si kryebashkiak i Tiranës. Gjykata kushtetuese ka vendosur në favor të tij në një votim të ndarë 5-3, duke rrëzuar vendimin e Këshillit Ministrave për shkarkimin e tij. Kështu anulohet dhe dekreti i Bajram Begait dhe Tirana nuk shkon në zgjedhje. Mirë, me njerë do të bashkohet me mua Ankelita Mema, gazetar Euronews Albania, si Jordan Daci, jurist, dhe në studio jam me Arben Çekun. Mirë se erdhe, kënaqësi që jam në studio. Ankelita, të lutem në mënyrë të përmbledhur, gjithçka çfarë ka ndodhur në gjykatën kushtetuese? Atëherë, trupa e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese bëri sot vendimarrjen për kërkesën e kryetarit ende në detyrë të Bashkisë së Tiranës. 5 gjyqtarë kanë gjetur të drejtë kërkesën e Erion Veliajt, sipas të cilit vendimi i Këshillit të Ministrave për ta shkarkuar atë ishte antikushtetues dhe 3 gjyqtarë kanë votuar kundër kërkesës së Erion Veliajt. Në vendimin e marrë nga trupa gjyqësore e gjykatës kushtetuese me shumicë votas 5 dhe 3 kundër, ajo që vihet theksi së pari, gjykata kushtetuese ka gjetur të patë drejtë të gjithë procedurën e ndjekur nga Këshilli Bashkiak për shkarkimin e Erion Veliajt, procedurë e cila më pas shkoi në Këshillin e Ministrave dhe mbi këtë propozim Këshilli i Ministrave bëri edhe shkarkimin e Erion Veliajt. Pra, me këtë vendimarrje të gjykatës kushtetuese është fuqizuar edhe vendimi i Këshillit të Ministrave dhe përpasoj edhe dekreti që nxori më pas presidenti i Republikës për shpalljen e zgjedhjeve të pjetshme vendore për datën 9 nëntor. Në arsyetimin e saj, paraprak të dhënë nga gjykata kushtetuese, vërehet që gjykata kushtetuese përcakton që parashikimi ligjor për shkarkimin e Erion Veliajt sipas ligjit për vetë qeverisjen vendore, që nëse ti mungon për 3 muaj dhe më pas ti shkarkohet, Këshilli i Ministrave do duhet ta argumentonte këtë me një shkelje kushtetuese për aq kohë sa neni 115 i gjykatës kushtetuese parashikon që një kryetar bashkie shkarkohet vetëm në rastin kur ka një shkelje kushtetuese. Pra, në këtë rast, parashikimi kushtetues është më i fortë se parashikimi ligjor, ai për vetë qeverisjen vendore. Po aq, nuk e kam mbaruar Mirela, edhe 2 argumente të fundit. Po aq, gjykata kushtetuese gjykata kushtetuese vëren që dekreti i presidentit në fakt është një akt administrativ, por për aq kohë sa ky akt administrativ ka sjell një pasojë kushtetuese, kjo e bën të drejtë gjykatën kushtetuese që ta shqyrtojë dekretin për faktin që ka zgjedhur një pasojë antikushtetuese. Çfarë ndodh tani? Me këtë vendimarrje të gjykatës kushtetuese, të paktën për 3 muaj në Tiranë nuk duhet të ketë zgjedhje të pjetshme vendore, sepse për aq kohë sa është shfuqizuar
refuzuar vendimi i Këshillit të Ministrave, po aq edhe dekreti i presidentit, Këshilli Bashkiak do duhet të presi deri në 3 muaj nëse do të nisë një procedurë të rregullt për shkarkimin e Erion Veliajt. Po ngërçi duket se do të krijohet edhe në rastin që Këshilli Bashkiak do të ketë një procedurë të rregullt për Erion Veliajt. Pra që nga mënyra se si duhet të kryhet propozimi, rregulloria që duhet të zbatohet dhe deri tek prania fizike e Erion Veliajt për të dëgjuar në Këshill Bashkiak, Gërçi mbetet përsëri në Këshillin e Ministrave, sepse në këtë rast qeveria do duhet të gjejë një parashikim kushtetues për shkarkimin e Erion Veliajt, të cilën këtë ja detyron neni 115 i Kushtetutës, i cili thotë një kryebashkiak shkarkohet nga detyra vetëm për shkelje të rënda të Kushtetutës. Deri më tani Erion Veliaj nuk ka asnjë shkelje të rëndë të Kushtetutës, edhe për faktin që nuk ka asnjë dënim të formës së prerë për kryebashkiakun ende në detyrë të Tiranës. Mbetet për të parë nëse Këshilli Bashkiak në muajt në vijim do të rinisë një procedurë apo do ta lejë këtë situatë me këtë vendimarrje të gjykatës kushtetuese dhe do duhet të presim 2027 për të patur zgjedhje në Tiranë, sikundër edhe në 60 bashkitë e tjera. Qartë. Zoti Daci, çfarë interpretimi juridik si e shihni vendimin e sotëm të gjykatës kushtetuese? Është një vendim që unë e kam paralajmëruar disa herë dhe siç u vërtetua nga ajo çfarë tha edhe gazetarja, kolegja, praktikisht gjykata ka bërë një interpretim pajtues, se unë e kam thënë, o do duhet të quajmë që neni 62 për sa i përket pikës zbatuar është jo kushtetuese, o do duhet që këtë nen ta interpretojmë pajtim me kushtetuesin, që të cilën duket që ka bërë gjykata kushtetuese. Pastaj diskutimi nëse mund të mblidhet prapë Këshilli, ajo është një gjë akoma më absurde se sa kjo që kishin, për shkak se kjo tashmë është gjë e gjykuar. Dhe për rrjedhoj, ajo ka marrë zgjidhje përfundimtare dhe nuk mund të gjykohet më një gjë, sepse ky është parimi bazë i asaj që quhet siguri juridike. Nëse ne vendimet do t'i fitonim dhe pastaj vazhdimisht do duhet bënim gjyqje prapë, këtu pastaj s'ka kuptim më që ne të shkojmë në gjykata. Nga ana tjetër, duke thënë atë që ka thënë dhe që ishte e pashmangshme për të thënë, në raport me standardin kushtetues që përcakton neni 115, praktikisht i ka mbyll derë mundësisë që mungesa për 3 muajsh të përbëj shkak kushtetues për shkarkimin, sepse do duhet presim vendimin, po jam e sigurt që edhe vendimi do ketë arsyetim edhe për këtë pjesë, sepse tek e fundit vendimet e gjykatës kushtetuese duhet kuptohen bashkë me tekstin arsyetues, që do thotë për mua nuk ka patur dhe nuk ka një shkelje kushtetuese, thjesht fakti i mungesës. Kështu që këto vendime nuk mund të janë të riparueshme më, ato kanë sjell pasojë të parikthyer, dhe sigurisht në një pikë për vendimin tim ka bërë gabim gjykata kushtetuese, kur e ka quajtur akt administrativ, sepse kjo është gabim, i bie që unë dhe shumë akademik tjerë ta kemi gabim, ndërkohë që nuk është, kjo është një çështje mbar botërore, sepse nëse akti sjell pasoja kushtetuese, do të thotë rregullon marrëdhënie kushtetuese dhe automatikisht ai është një akt kushtetues. Kaq e thjeshtë është, po ti kthesh teorisë bazë të së drejtës që përcakton pikërisht midis të tjerave kur një akt në formë një fakti krijon apo ndryshon apo shuar një marrëdhënie të caktuar. Dhe në këtë rast vetë gjykata kushtetuese ka thënë që kjo është marrëdhënie kushtetuese. Por aktet administrative nuk prodhojnë. Tani unë dua e qartë. Marrëdhëniet kushtetuese. Unë kam një pyetje. Për mua kjo është një gabim, por që shpresoj ta riparojnë në arsyetim. Dakor, tani do të thotë që natyrisht zgjedhja nuk do të mbahet në Tiranë, sepse Erion Veliaj vazhdon në detyrën e kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Tani Këshilli Bashkiak që vendosi një zëri për shkarkimin e tij, çfarë raportesh ka këtu dhe çfarë hapësirash juridike të interpretueshme ka apo nuk ka? Dhe a mund të shkohet më tej që zoti Veliaj për arsye se duhet të qëndrojë në detyrë, duhet vazhdoj të delegoj punën nga qelia, apo duhet rishikuar masa e sigurisë për të? Pra, çfarë interpretimesh dhe premisash juridike mund të sjell vendimi sotëm? Ju e keni ambasador Çekun atje, e ka quajtur kandidat për kandidat. Ne këto i kemi kandidat për kandidat në tentativë madje. Kështu që ai libri besoj duhet lexohet nga kandidatët dhe ata që do dalin nesër. Por praktikisht raportet me Këshillin Bashkiak do jenë të këqija sigurisht, por duhet kemi parasysh që rreth 90%, për të mos thënë 99% e vendimmarrjes të një bashkie kalon nga kryetari, i cili është i vetmi në fakt i zgjedhur drejtpërdrejt nga populli i Shqipërisë. Sepse asnjë i zgjedhur tjetër, sado i lartë zyrtar, të gjithë janë me zgjedhje të tërthor. Në këtë aspekt padyshim që do ketë një klim
ndoshta të ataruar, por gjithsesi kjo nuk zbën as pak. Dhe pastaj modalitetet për masën e sigurimit të tjerë, sigurisht raporti i Komisionit Venecias për mendimin tim ka referenca të qarta edhe për sa i përket masës së sigurisë për zyrtarët në tërësi. Padyshim që zoti Velia si palë interesuar ka gjithë të drejtën të drejtohet jo një herë, por disa herë për rishikim të masës dhe mund të ndodhë dhe nuk do ishte diçka jo e pranueshme nëse do të ndodhte një zëvendësim mase. Për sa kohë nuk do kemi zgjedhje deri në 2027 dhe Tirana realisht meriton një qeverisje e cila të jetë efektive për te faktit që nga pikpamja kushtetuese ajo quhet e tillë. Tani, vendimi i sotëm i gjykatës kushtetuese për njerëz që ndoshta nuk e kuptojnë kalkulimet juridike, interpretimet juridike, në fakt është një qëndres përballë qeverisë, pra është ndikuar politikisht, mendoni ju, apo kanë qenë të ftohtë gjykatësit dhe ky vendim do të merrej në çfarë do lloj ambienti, çfarë do lloj inercie politike apo fare pa inerci politike? Jemi sinqert, unë prisja një vendim unanim, sepse pak hapësirë ka për alternativë mendimi në këtë çështje. Unë kam thënë që 5 minuta i duhet një juristi pa asnjë lloj kompleksi që të jap një vendim për këtë rast. Kjo jo sepse e drejta ishte me zotin Velia apo kundër qeverisë, por çështja është e tillë, është shumë e qartë, si thon latinin claris në amfit interpretatio ose prima facie, është që e dukshme që bën mua, thot populli shqiptar. Në këtë aspekt pastaj raportet qeverie të tjera, unë mendoj institucioni që u pozicionua më keq ishte për institucioni presidencës. Tek e fundit ekzekutivi është në domenin e vet politik, mund të bëjë edhe politik në vendimarrjen, por presidenti i cili është mbi palët, padyshim aty për mendimin tim një qëndrim i cili realisht shkaktoi shumë polemika dhe një krizë kushtetuese. Por Këshilli i Ministrave pastaj ne dim që është përfaqësuesi i ekzekutivit, ka një mazhorancë qeverisë në tel. Normalisht që në një vend të Bashkimit Evropian do kishte tjetër qasje në tërësi, por ne akoma nuk jemi antar, kështu që s'mund ta themi se si është situata. E qartë, ju u dorëhoqët nga çështja. Ju vjen keq tani që u mor ky vendim, që u dorëhoqët apo të gjitha arsyet qëndrojnë? Jo, asgjë s'ndryshon, unë i kam thënë ato përpara se sa të mund të isha dhe sigurisht interesat e mia lidheshin me një çështje që nuk ma lejonte etika, për sa kohë ai që përfaqësoja unë Çpala është në konflikt me zotin Velia dhe nuk ka logjik që ti mbrosh të dyja, pra duhet të hiqja dorë nga njëra dhe unë nuk mund të hiqja dorë nga një çështje që kam investuar shumë vite, dhe që është një çështje me një profil disa herë më të lartë se sa kjo e çështje zotit Velia. Por në ata aspekt nuk kam fituar sepse ato që kam thënë dolën dhe nuk është çështje tifozliku, kjo është një çështje bindje. Ndoshta mund të kenë patur edhe të tjerë bindje, por për arsye të pragmatizmave ku njerëzit kanë humbur lirinë për x arsye nuk i thon. Unë kam zgjedhur të them, por sigurisht edhe kjo ka kostot e veta, mbetoni, por gjithsesi në një demokraci liria e fjalës dhe e mendimit e profesionistëve vlen më shumë se sa kostot të saktuara që mund të ketë një person. E qartë, edhe dua ta mbyll me këtë postim që keni bërë ju në Facebook, sepse kur ju keni ngarkuar, postimet tuaja janë të gjata me fjalë, nuk ja përtoni, thon shqiptarët, i thoni ashtu siç mendoni qeret. Edhe kur jeni në studio, jeni shumë i drejt për drejt, ndoshta liria ju ja jep këtë mundësi që të flisni atë që mendoni, të mos kafshoni gjuhën. Ndërkohë që para 2 orësh keni shkruar, sot pas vendimit gjykatës kushtetuese lajmi është se kandidatët mbeten kandidat për kandidat, siç do të thoshte Arben Çeku. Të tjerat dieshin si do dilnin. Këshilltarët sot kanë nevojë për këshilltar. Leksionet e të drejtës kushtetuese u ofroi falas në vijim. Kuj do të jepnit leksionet të parit falas? Atyre që çuan presidentin e Republikës në një lajthitje juridike që ai vetë personalisht nuk ka përgjegjësi drejt për drejt, sepse ai nuk i përket anës juridike, por që detyra e një këshilltari dhe shumë pozicioneve të tjera që vendimmarrëse duhet të jetë e tillë që duhet të jetë e matur, sepse përgjegjësia, pavarësisht se unë kam qenë vetë këshilltar në disa pozita, pavarësisht se këshilltarët nuk firmosin e tjerë, kanë për detyrë që edhe kur krerët e institucioneve të themi kanë një mendje të ngjashme, do duhet që ata të luajnë një rol ekuilibrues në mbrojtjen e interesit publik. Por nëse këshilltari apo këshilltarët nuk i shërbejnë interesit publik, por për x arsye zgjedhin që të bien ndesh edhe me vetë bindjet e tyre profesionale, pastaj kjo çon institucionet në situata jo dinjitose dhe për mendimin tim
Presidenti i Republikës nuk e meritonte, sidomos pozicionimin shumë banal dhe tepër jo etik ndaj gjykatës kushtetuese. Unë ju ftoj ta lexoni fjalën që ai institucioni ka parashtruar gjykatës kushtetuese, i duket sikur po i fliste një gjykatë, një fëmijë që gati po i kërkon të llogari dhe një gjuhë krejtësisht jo profesionale për gjykatën kushtetuese. Nuk ka rëndësi kush janë anëtarët sot. Për mendimin tim ka nevojë për një reflektim në këtë pjesë dhe duhet që serioziteti të rikthehet në institucionet tona dhe mos të kaloj në protagonizëm deri diku qesharak në nivelin profesional, por shumë të dëmshëm në nivelin e interesit publik. Duke përjashtuar emrat e përveçëm të përfshirë në vendimarrjen e sotme, zoti Daci, mendoni që reagimi sotëm i gjykatës kushtetuese në fakt jep një sinjal që drejtësia vepron pavarësisht të gjithë implikimeve, presioneve apo paragjykimeve që njerëzit kanë për ndikimin politik ndaj saj, kushtetuesja sot qëndroi apo i qëndroi atyre fakteve që kishte në tryezë dhe i qëndroi interpretimit të kushtetutës? Për te lohative që ka patur gjykata kushtetuese, nga krijimi deri më sot vazhdon të mbetet gjykata më mirë që kemi patur në përgjithësi në raport të gjithë gjykatat e tjera. Në momente të rëndësishme krizash ka qëndruar drejt, edhe pse ka patur raste ku ka dështuar, siç ishte ai paktit për sa i përket qendrave të migrantëve në Lezhë apo edhe disa gjëra të tjera. Kjo lidhet edhe me ndryshimin total dhe jo rinovimin e zakonshëm dhe normal të kësaj gjykate. Ka të bëjë edhe patjetër edhe me përvojën e gjithë secilit që është në gjykatën kushtetuese, por gjithsesi ky është një lajm i mirë për gjithë Shqipërinë dhe për humbsën. Këtu nuk shkykoj se ka humbs, sepse kur fiton kushtetueshmëria fiton gjithë. Përtej interesave që i ndajnë në kampe palët dhe mendoj që qëndrimi i gjykatës kushtetuese është një shërbim shumë i mirë ndaj demokracisë në vendin tonë. E qartë, zoti Daci, faleminderit që ishit me ne, ndërkohë që faleminderit. Enkeleta Mema ka qëndruar dhe është në ambientet e jashtme të gjykatës kushtetuese. Leda dua të di çfarë ndodh tani. Tani çfarë ndodh? Ne kemi Enkeletën, po. Tani çfarë ndodh? Po. Tani çfarë ndodh me zgjedhjet në Tiranë? Po, me zgjedhjet në Tiranë dhe me ecurinë e mëtejshme të procesit. Atëherë, sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, për aq kohë sa trupa gjyqësore e gjen në shkelje të rregullores dhe të ligjit procedurën e shkarkimit të Erion Veliajt dhe i kërkon asaj që nëse do të nisësh një procedurë, duhet ta nisësh nga fillimi një procedurë të rregullt. Pra, nga ky moment, duke qenë se është shfuqizuar si vendimi i Këshillit të Ministrave, i qeverisë dhe i presidentit, Këshilli Bashkiak gjithnjë nëse do të rikthej procedurën e shkarkimit të Erion Veliajt, do të duhet të presi deri në 3 muaj. Në këto 3 muaj është ajo që përcaktohet mosprania fizike e Erion Veliajt në drejtimin e Bashkisë së Tiranës. Vetëm pas 3 muajsh Këshilli Bashkiak mund të nisë një procedurë të re për shkarkimin e Erion Veliajt, gjithnjë nëse Partia Socialiste vazhdon ta ketë këtë vullnet për ta shkarkuar Erion Veliajt. Nga ky moment, nëse kryhet e gjitha procedura e rregullt, pra ligji, rregulloria dhe prania fizike e Erion Veliajt mundësohet në Këshillin Bashkiak gjithnjë pas 3 muajve, ky propozim duhet të shkojë në Këshill të Ministrave, në qeveri. Në këtë rast, qeveria do të duhet të gjejë parashikimin kushtetues për ta shkarkuar, sepse neni 115 ja përcakton qartë që një kryetar bashkie shkarkohet vetëm në momentin kur bën një shkelje të kushtetutës. Por deri në këto momente që ne flasim, Erion Veliaj nuk ka asnjë shkelje të kushtetutës. Nëse pas 3 muajsh do të ketë një proces gjyqësor dhe do të ketë edhe një vendimarrje të formës së prerë, pra një dënim penal për Erion Veliaj, atëherë ai automatikisht është i shkarkuar. Por parashikimi thonë që të paktën deri brenda 3 muajve, kur procesi gjyqësor ende nuk ka nisur dhe një vendimarrje nuk ka, vështirë se mund të ketë zgjedhje për Bashkinë e Tiranës. Duket që kandidatët që hyjnë në garën e Tiranës, si Ogerta Manesteliu, Florian Binaj dhe Arlind Qori, do duhet të presin 2027-ën. Florian Binaj ka qenë i pari që ka bërë një reagim, ka thënë që pavarësisht se nuk do ketë zgjedhje, unë do të mbeten kandidat dhe do të vazhdoj garantime, mbetet për tu parë se cili do të jetë qëndrimi i Partisë Socialiste në këtë rast. Qartë, mua më pëlqen koincidenca që kam autorin e librit Kandidat për kandidat sot në studio. Në fakt do flisja për Maqedoninë e Veriut, do flisja për Kosovën, sepse i kemi kaluar kështu këtë fundjavë për arsye të tjera shumë të rëndësishme, edhe më të rëndësishme për mbar shqiptarinë si largimi i zotit Tano. Por gjithsesi, unë kam një pyetje për ty dhe dua të më kthesh një përgjigje
si të vjen në moment, kush fiton kohë me këtë që ndodhi sot? Unë kam një bindje ose një dyshim timin Mirela që Krye Socialiste Edi Rama nuk ka dashur zgjedhje në Tiranë. Pas të gjithë situatës së krijuar, jo vetëm me Erion Veliajn, por ndoshta edhe me numrin 2 të qeverisë, duke qenë se zonja Belinda Balluku është drejtuese politikës e Tiranës, ndoshta për Edi Ramën ka qenë më e mirë mos pasja zgjedhje në Tiranë. Pra le të pritet 2027 për të zhvilluar zgjedhje për shkak të kësaj situate politike që është krijuar. Duket sikur ka një përkim të kësaj dëshire të padeklaruar nga Krye Socialisti Edi Rama, por të nënkuptuar nga gazetarët të cilët ndjekin aktualitetin politik, të përputhur edhe me vendimin e gjykatës kushtetuese. Nëse Mirela vën re votën që është marrë në gjykatën kushtetuese, ajo që bën përshtypje në vendimarrje në votën kundër është edhe Sonila Betja, që ka qenë edhe relatoria e kësaj çështjes, është edhe kryetaria e gjykatës kushtetuese Holta Zaçaj. Të dyja me mandat të përfunduar në fakt. Nëse bëjmë një lexim deri diku të votës, duket me mandat të përfunduar. Pra, s'kan çfarë humbasin, le ta themi shqip, s'kan çfarë të humbasin. Të imtësishëm dhe të shpejtë të kësaj votës, po, e vërtet duket që shkur interesat me qeverinë dhe me gjykatën kushtetuese pa dashur ta paragjykoj procesin, le të kuptojmë dhe të jemi qartë, sepse ndoshta 5 anëtarët e gjykatës kushtetuese që kanë bërë vendimarrjen kanë gjetur të gjitha argumentet ligjore dhe kushtetuese, po duket sikur ka patur një përkim të kësaj situatës e cila është përkthyer edhe me situatën politike të krijuar në ditët dhe në javët e fundit. Megjithatë, ky është thjesht një ta quaj një spekulim politik, por jo i bazuar në fakte dhe në burime të sakta. Është thjesht, le ta quajmë një spekulim që mund të bëjmë. E qartë, faleminderit shumë Enkelida Mema për gjithë informacionet që sollen në studio, ndërkohë që kthehemi në bisedë, kandidati për kandidat u bë lajm sot. Si e sheh gjithë këtë situatë, si e lexon ti politikisht vendimin e sotëm? E shoh prapë si një roman, është shumë interesante, sepse duket sikur të gjitha palët kanë ndërtuar nga një kapitull më vete. Pra duket sikur zoti Rama e ka bërë presionin politik tek këshilltarët socialistë që të marrin një vendim të nxituar që do të binte ndesh me kushtetutën. Në anën tjetër kishim dekretin e presidentit, po ashtu të marrë një farë mënyrë një lloj presioni, sepse u duket edhe nga mbrojtja që i bën këshilltarët e tij dhe e çoi themi procesin në një pikë tragjikomike. Tragjikomike sepse është për të qeshur për faktin se disa aktor hynë në lojë, pa e kuptuar se loja politike dhe ato që janë mjeshtër të kësaj pure din të lëvizin gurët edhe nuk i lejojnë kaq lehtë kandidatet për të afruar në garë. Ishte shumë interesante për ta parë kandidatin për kandidat Florian Binaj, i cili si artist në fakt, por mendoj që ka lënë një gjurmë edhe për kaq ditë sa ka bërë garë, ka treguar seriozitet dhe përkushtim, pavarësisht sepse politika ka ato kurthet e veta dhe këtu më jep të drejtë koha që kandidatet për kandidat duhet të përgatiten vërtet mirë nëse duan të hyjnë në politikë. Pra nuk është një lojë kaq e thjeshtë dhe ky realitet e tregoi. Po politikës për prevaluar kushtetuesen, e cila në fakt duket sikur sot mbajti një qëndrim më shumë për dinjitetin e saj, patjetër ajo ka kustetutën dhe interpreton kustetutën, s'mund lëviz, por është një qëndrim i dinjitetshëm që edhe gabim në qoftë se është, unë jam gjykata kushtetuese dhe ju do të prisni të flasni një herë dhe pastaj nxitoni të nisni fushatën, sepse janë forca politike që kanë hyrë, nuk janë individ. Nuk është një kandidat vërtet i pavarur që del dhe me lagjat i mbështet. Kanë forca politike mbrapa të 3 aktorët, por kryesorët janë PS, PD. U duk qartë që opozita ende nuk ishte seriozisht e përfshirë në këtë garë, por edhe mënyra si u anoncuar kandidatja e mazhorancës kishte brenda dhe atë dramacitetin e pamjes, por edhe backgroundin komik dhe atë që u pa si një aktrim komik, kur kryeministri po e pushkatonte politikisht një kandidate për kryetar bashkie që në fakt është posti më i nderuar. Të gjithë aktorët kanë luajtur nga një rol shtesë,
Dhe sigurisht që në këtë teatr ka dhe... Do bësh romanin e dytë atëherë, do bësh kandidati për kandidat 2. Në gjithë këtë teatr duket që ka dhe viktima, nëse në roman ka viktima letrare, në këtë rast kemi viktima politike, po unë ka koinciduar që kam qenë në Euronews atë natë kur kemi diskutuar për këtë çështje dhe qëndrimi im ka qenë që presidenti duhet të pyeste gjykatën kushtetuese, pra duhet të merrte një informacion në rrugë zyrtare nëse ka një mundësi konflikti kushtetues për çështjen Veliaj apo jo. Apo a ka marrë në dorëzim gjykata kushtetuese një çështje për ta trajtuar apo jo. Pra duhet ta kishte këtë informacion. Pati një ngutje, nuk i di arsyet, ndoshta do qartësoj shumë gjëra të tjera. Këtu ka dy pikë pyetje. E para, Bashkia e Tiranës nuk është një bashki periferike, meqense po flasim, është kryeqyteti i vendit dhe sigurisht që kërkon një dinamik dhe një përgjegjësi shumë të madhe të atij që drejton Bashkinë e Tiranës, nuk mund të jetë një bashki me delegim, as nga burgu, as nga zyrat e parlamentit. Mendoj se këtu do të tregohet se sa seriozisht e ka patur zoti Rama marrëdhënien me Bashkinë e Tiranës, pra me qeverisjen e Tiranës, dhe nëse ka seriozisht, unë mendoj që presioni do të shkojë drejt ndërheqjes, sepse nuk po e përmendin ndërheqjen e zotit Veliaj. Askush nuk e pengon zotin Veliaj, teorikisht t'i japi ndërheqje dhe t'i hap rrugë procesit, të zgjedhjeve nëse ato i interesojnë Partisë Socialiste. Nëse kjo çështje do të mbahet zvarr, atëherë pyetja shtrohet: a do të ruaj do të kredibilitetin një i mandatuar si nënkryetar, pavarësisht profilit të lartë, a mund të mbaj do të peshën e Tiranës deri në 2027, duke marrë në konsiderat edhe problemet të tjera të qeverisjes? Pra, unë mendoj që aktori që do të ndërmarrë hapat e radhës dhe që do të prodhojë ngjarje do të jetë kryeministri Rama dhe E qartë. Jo, këtu hym në analizë politike, gjykata kushtetuese nuk hyn këtu, gjykata kushtetuese vetëm ju tregoi palëve që ju s'mund të bëni dot asgjë nëse unë flas. Më vjen mirë që gjykata kushtetuese dhe tani palët do duhet të rirregullojnë gjërat brenda tyre për të arritur pikësynimet e tyre, jo duke të kaluar gjykatën kushtetuese sikur mos të ekzistojë. Në fakt, po të bëjmë një sondazh retrospektiv, shumica e njerëzve që kanë folur për këtë çështje, për këtë akt, kanë qenë kundër vendimarrjes së presidentit për rastin e Tiranës, duke i thënë që kanë nxituar. Pra, edhe nëse do e masim në këtë njësi nga ky këndvështrim, gjykata kushtetuese duhet vinte te ky vendim, te kjo vendimmarrje. Të shohim se çfarë do të prodhojë, sepse në fund fundit aktorët politik, pra një institucion tjetër kushtetues, siç është Këshilli i Ministrave, ka po ashtu të drejtën të ndërmarrë hapa të tjera në raport me qeverisjen e Tiranës. E qartë. Ndalemi tani tek dy tema shumë të rëndësishme, siç janë zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut, shpadet fituese VMRO DPMNE, 54 komuna fituara, por unë do doja të dija faktori shqiptar ku është. Vlen patjetër që ka dalë më mirë, por për ne shqiptar çfarë vlen në fakt nga për faktorin shqiptar, sa vletën dhe çfarë sollën këto zgjedhje? Shiko, ka patur një përpëqarje shumë të madhe, si asnjëherë mes votës shqiptare, dhe është e natyrshme sepse kemi dy formacione. Në njërin anë kemi Vlenin, i cili po strukturohet si një forcë e re e ardhshme politike, dhe në anën tjetër kemi BDI-n, e cila është po ashtu një forcë e madhe politike, ka qeverisur për disa dekada dhe është në sprovën e ekzistencës së saj. Pra, në këtë betejë ekzistenciale, pra njëra për të rritur dhe tjetra për të mbajtur pozitën e vet, do vinim te kjo pikë që do humbim Kërçovën, e cila është një humbje shumë e madhe, natyrisht që nuk është fundi botës, sepse Kërçova ka qenë qeverisur prej etnitetit Maqedonas, është rikthyer para disa vitesh, kur shqiptarët u bën gjithë bashkë, plus diaspora. Gabimi për të insistuar në një kandidaturë e cili ka qeverisur për 3 mandata dhe për të qeverisur në të 4-tin, dhe shumë të tjera gabime strategjike në vendimarrjen e BDI-s, e cila për habin time i dha kandidat partive shumë të vogla, i dha kandidatët kryesor për garën, për bashkitë e tjera. Solli në këtë pozitë që në fund një pjesë e madhe e komunave sigurisht që qeverisen nga shqiptarë dhe kjo është gjëja pozitive,
por përse përket pastaj fuqisë së përfaqësimit në vendimmarrje në qeverinë qendrore, duhet të presim sepse të dyja palët për i të vërtetës janë një krizë përfaqësimi, janë një krizë leadershipi. E them këtë se BDI është jashtë pushtetit dhe nuk ka fuqi vendimmarrje në qeverinë qendrore, ndërkohë që edhe e cila ka një strukturë vendimmarrje të koncentruar tek figura e Zotit Ahmeti, në anën tjetër kemi një formacion politik i cili është në rrugën e formësimit të një force politike dhe ka krizën e leadershipit që duhet të zgjidhë sa më shpejt. Pra kush do ta udhëheqë këtë formacion? Do ta udhëheqë Zoti Izet Mexhiti apo dikush tjetër? Dhe unë mendoj që me rezultatet që pati dhe me paraqitjen, Izet Mexhiti mund të ishte vërtet një kandidat shumë i mirë për ta udhëhequr Vlenin, por edhe Vleni vet ka nevojë për të reflektuar, për përmbushur pritshmëri që kanë qytetarët. Pra nuk është thjesht të ketë një pushtet të madh në pushtetin lokal dhe të ketë një humbje të madhe në pushtetin qendror, sepse në fundit vendimmarrja edhe interesat e shqiptarëve janë kryesisht tek pushteti qendror. Nëse pushteti qendror nuk jep mbështetje për qeverisin lokale, ne dimë se si janë pastaj problemet edhe se si duhet të jenë investimet. Megjithatë, Ali Ahmeti bëri një deklaratë ditën e dieshme duke thënë që do bëjmë reforma të thella, është një moment për reflektim etj. Faktori shqiptar ku është në atë që duket se është diçka ballkanike. Pra, kush ka pushtetin qendror, kryesisht merr dhe pushtetin lokal. Nuk e kemi vënë re shumë në Kosovë, por do të flasim për të dhe presim dhe shohim se çfarë do sjellë në nëntori atje. Ky lloj koncepti e penalizon faktorin shqiptar, e përçan edhe më, apo i bën më pragmatist shqiptarët, duke kuptuar që ne do të jetojmë Maqedoninë e Veriut, faktori shqiptar duhet të jetë një faktor i fortë ndikues etj, por ne do të jetojmë me këta njerëz te këto ndarje etnike të skajshme tek e fundit nuk na vlen për diçmëri. Mendojnë që ishte një vot sepse shqiptarët nuk u morën seriozisht, apo ishte një vot pragmatike, pra po shkoj drejt një vote pragmatike, si e lexon? Shiko, lidhur me qeverisje nganjëherë bilancet në keq qeverisje e tejkalojnë edhe atë ndjenjen e dashurisë, etnicitetit, një kombësisë apo të afërsisë. Kur dikush abuzon pafund me pushtetin që i ka dhënë, atëherë thua që, çfarë do të kishte bërë një tjetër, një etni tjetër apo dikush tjetër më keq. Pra, politikanët shqiptarë kanë përgjegjësi në Maqedoni për të dëshmuar shembuj pozitiv në qeverisje dhe sigurisht që unifikimi i shqiptarëve në Maqedoninë, në Republikën e Maqedonisë së Veriut është një sfidë për të ardhmen. Është e vështirë, sepse në fundit janë interesa, ne i shohim edhe këtu se si lëvizin interesa, tashmë shqiptarët edhe në Kosovë dhe në Maqedoni, partitë politike dhe të tjerë manual. Por nuk është e thënë që gjithmonë ai që ka qeverinë qendrore fiton edhe pushtetin lokal. Ne kemi patur raste edhe në Shqipëri ku ish qeverisje djathtë kishte një pjesë të madhe të pushtetit lokal që ishte majtas, përfshi edhe Tiranën, apo edhe në Prishtinë, që Kurti humbi Prishtinën, humbi edhe disa bashki të tjera. Edhe në Maqedoni ka ndodhur pak a shumë e njëjta, por atje ka dy humbje të mëdha. LSDM-ja, partia më e madhe që qeverisë vendin, ka kaluar gati forcë tretë në raport edhe me votat shqiptare. Të shohim se si do të performojnë. Janë të gjithë përballë një baze të madh, BDI-ja dhe Ali Ahmeti janë përballë sfidës së ndryshimit dhe kjo nuk është një fjalë goje, për shkak se Zoti Ahmeti është në krye të BDI-s që nga viti 2001 dhe në vazhdim, pra ka patur gjithmonë fitore, i ka ushqyer me fitore mbështetësit e tij, por njerëzit shpeshherë shohin interesat dhe idealistët fillojnë edhe të kurren si numër. Të shohim se si do të performojnë. Uroj të performojnë më mirë. Dhe idealizmi, duke qenë një idealizëm që nuk po sheh fryte, kthehet në utopi pastaj. Sigurisht, edhe këto përdorime, shiko, qytetarët në fundit ka nevojë të qeverisë. Absolutisht, do jetojnë për ditëshmërinë e tyre. Shqiptarët e Maqedonisë së Veriut kanë kaq kohë që kërkojnë një bankë shqiptare. Imagjinoni, nuk kanë arritur dot që të japin një licencë shqiptarët ke një bankë të tyre, ka Slovenia, ka shumë banka të tjera. Kam dëgjuar që po hynë edhe një bankë nga Serbia.
Po si ka mundësi që nuk lejohet një bankë shqiptare, sepse... Si ka mundësi që politika shqiptare nuk ka do të rysnit bëj një transakcion të tillë politik? është fatale të diskutohet sot në shekullin 21, kur Europa e Bashkuar flet 10 gjuhë, e diskutojmë ne sukses të madh që u shkruajt një tabel shqip apo nuk u shkruajt shqip. Ne duhet të diskutojmë a duhet të ketë një bankë shqiptare në Maqedoni të Veriut, të shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. Nuk po them një bankë të Shqipërisë në Maqedoni, le të jetë e shqiptarëve. Dhe këtë e them sepse remitancat dhe transaksionet që bëhen nëpërmjet bankave të tjera nga shqiptarët në Maqedoni, pagesat që bëjnë shqiptarët në Maqedoni mund të jenë gjysmë e buxhetit. Pra ata e meritojnë këtë të drejtë financiare, ekonomike. Pa këto liri, pa këto të drejta, çfarë qeverisje do kesh? Jo, unë e kuptoj. E gjithë kjo bie bara mbi elementi shqiptar që ka qenë qeveri dhe në opozitë që nuk ka dot transaksionin politik, pra nuk ndikon dot, nuk bën dot një trafik influence apo qoftë dhe votash për të bërë këtë politikën pragmatiste. Pra unë do t'jap kaq si do m'japësh kaq, por kjo gjëja duhet bërë në mënyrë që unë nesër të kem po këto vota ose t'i shtoj. Qoftë nga pikpamje pragmatike, jo më e dashurisë apo idealizmit flasim. Është edhe një problem që i bashkon gjithë krizat shqiptare, është shpeshherë ne po votojmë gjithmonë për të keqen më të vogël. Asnjëherë nuk po na jepet mundësia që të votojmë për një alternativë më të mirë. Dhe ky është problemi edhe atje, edhe në të gjithë rajonin, ndoshta edhe në gjithë Ballkanin, po. Ndoshta është edhe më gjerë, por ka elemente të tjerë politika më e sofistikuar, e cila nuk e ndjen kaq të fortë goditjen. Dhe shkojmë në Kosovë, ka zgjedhje në balotazh në 9 nëntor. Mendojnë që do të ketë këtu aleanca të cilat mund na çudisin për kandidat, sepse mund të ketë që partitë që nuk do të jenë në balotazh mund të ndihmojnë njërin apo tjetrën, ka parasysh partitë e opozitës, dhe do të vendosin për qytetarin e tyre apo do të vendosin vetëm për të goditur Kurtin. Si e sheh? Aty po luftohet edhe për qeverisjen qendrore dhe lokale, sepse ka koinciduar që një qeverisje e pa definuar nga zgjedhjet e kaluara ka mbetur pezu dhe tani ai grupacion që ka fituar themi mazhorancën po lufton që nëpërmjet zgjedhjeve lokale të rikonfirmojë një mazhorancë dhe të përgatisi veten për një mazhorancë të re më të qëndrueshme. Ndërkohë që opozita nga ana e saj këtë ka si thosh shansin e fundit për të dëshmuar fuqinë dhe për të dëshmuar që është gati për të rimarrë fatet e vendit, pra për të rimarrë qeverisjen. Në aspektin lokal, në marrëdhëniet lokale gjithmonë ka surpriza, sepse varet nga kandidatët, ka kandidatë që mund të tejkalojnë simpatinë e partisë apo të formacionit politik të caktuar dhe të marrin mbështetje të qytetarëve, pra mund të ketë më shumë integritet, më shumë besueshmëri dhe mund të jetë një alternativë më e mirë. Në komunën e Prishtinës, për shembull, sonte do ketë një debat midis dy kandidatëve kryesor, do jetë shumë interesant. Bëhet debati televiziv, gjë e munguar te ne? Gjë e munguar dhe gjë e inkurajuar. Ndërsa në komunat të tjera, në Mitrovicën e Jugut të shohim, sepse edhe atje ka patur goxha kontestime, por Peja po ashtu edhe disa Prizreni e kështu me radhë. Pra, ka patur aleanca, do shohim, problemi më i madh i Kosovës nuk është pushteti lokal. E qartë. Problemi më i madh i Kosovës është mos qeverisja me përgjegjësi kushtetuese. Imagjinoni që nga Shkurti deri në tani. Mendojnë që Kurti do ndryshojë mbas gjithë këtyre goditjeve apo jo, derisa Tiki do jetë ky që është? Kurti nuk besoj që do të ndryshojë. E vetmja gjë që ka Kurti është se ka qëndrueshmëri në qëndrimet e veta, që nga fillimi njerëzit kanë ushqyer iluzione, por zoti Kurti është i qëndrueshëm në ato çfarë ai ka planifikuar dhe programin dhe projektin e tij. Sigurisht që mbas këtyre zgjedhjeve që ofrohet do të ketë zgjedhje të përgjithshme, opozita ka një shans dhe Kosova ka mundësinë për ta rifreskuar qeverisjen. Ajo çfarë bëri zoti Kurti duke mbajtur pushtetin nga Shkurti deri në dhjetor, të themi, jashtë çdo lloj kornize kushtetuese dhe përgjegjësmërie, nuk i ka sjell ndonjë gjë pozitive, as një njohje erdhi për hir të vërtetës, por në aspektin e marrëdhënieve ndërkombëtare Kosova është në një stagnacion, në aspektin ekonomik po ashtu, po hyn në një dimër shumë të vështirë financiar dhe nuk e di se çfarë do të ofrojmë më shumë, edhe për veri unë besoj që ajo çështja e suksesit në veri u pa,
veriu rikthye përsëri në duart e listës serbe dhe të shohim se si do të performojnë një të ardhmen. Nuk di çfarë do të ofrojë më shumë. Megjithatë edhe opozita nuk është në ditët e saj më të mira, është e përqarë, nuk ka një leadership të përcaktuar dhe përse përket kandidatëve për kryeministër, secili më vete përballë Kurtit nuk e ka arritur ta fitojë atë fuqi dhe atë pjekuri që ta rivalizojë. Të shohim se çfarë do të ndodhë në ditën e vazhdim pasi të caktohen zgjedhjet e përgjithshme. Shumë faleminderit zoti Çeku që ishit me ne në studio. Ndërkohë ne do të ndalemi në një tjetër zhvillim të minutës fundit sepse dita e sotme ka sjell një ngjarje në qytetin e Vlorës, ka përleshje mes tifozëve pas ndeshjes flamurtari Elbasani. Këto janë pamjet që vijnë nga Vlora me njëherë pas përfundimit të ndeshjes. Detajet mëtejshme do të na sjellë Alger Tarizi në këto momente. Gazetari ynë në Vlorë, po, çfarë ka ndodhur? Ju përshëndes, siç e thatë dhe ju, një situatë e pazakont ka ndodhur sot në stadiumin e Vlorës, ku menjëherë mbas përfundimit të ndeshjes, dy tifozërit e ekipeve përkatëse kanë filluar të ndeshen midis tyre. Ka patur një përleshje edhe fizike, mund të themi, është dashur ndërhyrja e policisë, forcat e shumta të policisë kanë qenë në momentet e para të fillimit të kësaj ndeshje, duke qenë se kishin marrë informacione që do kishte rrezikshmëri kjo përballje midis këtyre dy ekipeve në qytetin e Vlorës, për shkak se kishin ardhur një numër i madh tifozësh nga qyteti Elbasanit dhe kjo ndodhi. Menjëherë pas përfundimit të ndeshjes, në momentin që po dilnin grupet e tifozëve rive, u përleshën dhe u shan me njëri tjetrin, duke përfunduar dhe në dhunë fizike midis dy palëve. Në stadiumin e Vlorës ka patur edhe dëme të konsiderueshme, siç mund ta shikojmë dhe stolat e stadiumit, tifozëria i ka thyer, i ka hedhur dhe me ato kanë goditur palët njëra tjetrën. Është dashur ndryrje forcave të edhe njëherë hapeni ekranin, ju lutem, që të shikojmë stadiumin. Të shikojmë edhe një herë stadiumin, të lutem. Po. Pamje direkte nga stadiumi, ju lutem. Pamjet e mbetjeve në stadium. Sapo është Tashmë situata sapo është shqetësuar, policia ka shpërndar tifozërinë e Vlorës duke larguar në pjesën e bulevardit për të bërë lirimin dhe daljen e tifozërisë të Elbasanit për shkak se kishte disa minuta e bllokuar në pjesën ku ishte ditën e sotme dhe tashmë policia po bën shoqërimin e grup tifozëve të Elbasanit. Që një situatë e pazakont kjo e ndodhur për herë të parë në qytetin e Vlorës, u desh ndërhyrja e presidentit Idrizi për të stabilizuar situatën dhe për të bërë thirrje, dhe mund ta shikojmë dhe në video që ju kam dërguar pak minuta më parë. Ai vajti të grupit të tifozërive të Elbasanit, ku i kërkoi të qetësojnë, është janë këto pamjet që vinë me njërë pas përfundimit të ndeshjes flamurtari Elbasani në qytetin e Vlorës. Është dashur ndërhyrja e presidentit të flamurtarit, zotit Idrizi, për të qetësuar situatën. Si që shojmë, ka pasur akte të forta dhune, është dashur, pikërisht janë këto momentet, ku presidenti i flamurtarit, i klubit Vlonjat, ka ndërhyrë duke folur me tifozërinë e Elbasanit për ta qetësuar. Ndërkohë që ka patur edhe një prani shumë të madhe të forcave policore për të qetësuar situatën. Janë këto pamjet që vinë nga qyteti i Vlorës, kishim kohë pa parë një dhunë të tillë në stadiumet tona dhe në kampionatin kombëtar, por me sa duket është rikthyer në ndeshjen flamurtari Elbasani në qytetin e Vlorës. Për faktin se ekipi i Elbasanit ka fituar me rezultatin 1-0, tifozëria ka nisur të festoj pasi ka shëngjitur në krye të klasifikimit me këtë fitore, gjë që natyrisht do këtë sjellë edhe acarimin e mëtejshëm të tifozërisë vlonjate. Temperamenti i tifozërisë vlonjate dihet, por edhe tifozët e Elbasanit kanë ardhur në mbështetje të ekipit të tyre.
Megjithatë, janë këto pamje që vinë nga Vlora, dakord, ne do të ecim më tej në edicionin ton. Pritet për të parë se si do të jetë edhe reagimi i Federatës Shqiptare të Futbollit. Incidentet kanë ndodhur në fakt mbas përfundimit të ndeshjes dhe ndoshta pikërisht kjo mundet të ndikojë në një vendimarrje për ta lënë në fuqi rezultatin e ndeshjes, por pritet për të parë, siç e them, reagimi i Federatës Shqiptare të Futbollit. Pra, si që thash, Federata Shqiptare e Futbollit pritet që të ketë një reagim në lidhje me rastin, pasi tifozerit janë përleshur me njëra tjetrën mbas përfundimit të ndeshjes, nuk dihet nëse kjo do të ndikojë apo jo në rezultatin e 90 minutave në fushën e lojës, gjithçka pritet për të parë tashmë, pasi edhe policia krejtësisht të zbardhi ngjarjen, natyrisht do të mbaj përgjegjës personat që kanë kryer aktet vandale, ne pam që në stadiumin e Vlorës ka stola të shkullur nga vendi, pra ka akte rrugaçërie të shprehura nga të dyja tifozerit. Presim dhe shohim se si do të jetë reagimi më tejshëm i federatës dhe natyrisht policia, e cila do të vazhdojë të veprojë për të vendosur përpara përgjegjësisë personat përgjegjës për këto akte dhune. Mirecim tej me zhvillimet e tjera të edicionit ton, gjykata e posaçme ka dënuar me 3 vite burg ish deputetin socialist të Durrësit Jurgis Çyrbia. Gjykata e posaçme gjeti fajtori deputetin socialist Jurgis Çyrbia për 3 vepra penale, korrupsioni aktiv në zgjedhje, përkraja autorit të krimit dhe tregtimi i sekretit shtetëror nga shtetasit, duke e dënuar atë me 3 vite burg. Çyrbia u gjykua me procedurën e shkurtuar, përpasoi dënimi i tij zbriti në 2 vite, teksa të njëjtin dënim dhan Togat e Zeza edhe për Altin Hajri në mungesë, për shkak se ai nuk është kapur nga policia e shtetit për të bërë të mundur ekzekutimin e masës arrest në burg, që është lëshuar nga SPAK. Bashkëpunëtori i Çyrbës Ahmet Masha u dënua me 2 vite e 6 muaj burg, duke përfituar reduktim të dënimit në 1 vit e 8 muaj për tregtim të sekretit shtetëror. Vendimi u shpall nga treshja e gjyqtarëve Etleva Deda kryesuese, Irena Gjoka dhe Flojera Davidi antare. Prokurori Adnan Xholi e lexoi të shkurtuar pretencën për shkak se po heton një fraksion të ndarë të kësaj çështje, lidhur me zyrtarët që kanë nxjerrë sekretet shtetërore. Pavarësisht se mbrojtësit ligjor kundërshtuan konkluzionet e prokurorisë me argumentin se nuk ka prova për kryerjen e veprave penale, gjykata e vlerësoi ndryshe. Ish deputeti socialist dyshohet sipas SPAK, referuar të dhënave nga aplikacioni SkyECC, se dekonspironte operacionet policore për kapjen e personave të shpallur në kërkim nga drejtësia. Në këmbim të dhënies së këtyre informacioneve, Çyrbia do të siguronte vota për kandidaturën e tij në zgjedhjet parlamentare të vitit 2021 në qarkun e Durrësit. Jurgis Çyrbia së bashku me Ahmet Mashën u arrestuan në 20 tetor të vitit 2024 me urdhër të SPAK, teksa Altin Hajri ndodhet në kërkim prej disa kohësh. Ky i fundit po gjykohet në mungesë edhe sa i përket një tjetër dosje penale që ka të bëjë me rrëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës, episodi ndodhur në muajin janar të vitit 2020. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është paraqitur sot në SPAK në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje. Altin Troplinit, armikut të egër të votës së lirë të shqiptarëve, amnistuosit të krimit monstruoz elektoral të Ramaduros dhe narko-qeveritarëve të tjerë. Por të gjitha këto, por lidhjet e tij me Troplinin, por milionat e marrë nga Kreshniku i Manzës, ai do përgjigjet para ligjit. Bosi turk i kriptomonedhave Faruk Ozer u gjeti vdekur në qelje. Bosi turk i kriptomonedhave Faruk Ozer u gjeti vdekur në qeli. Punonjësit e burgjeve konstatuan trupin e pajet të varur në një qarqaf në derën e tualetit. Trupi Ozer u dërguan në Institutin e Mjekësisë Ligjore për autopsi ku do të përcaktohet nëse vrau vetën apo e kanë vrarë të tjerë. Faruk Ozer nuk është një emër i panjohur për autoritetet tona. Gjykata e Stambollit e dënoi në mungesë me 11 vite e 6 muaj burg, i akuzuar për mashtrimin e rreth 400.000 personave përmes kriptomonedhave. Dëmi ekonomik i shkaktuar përmes kësaj skeme ishte mbi $2 miliard. Por çfarë e lidh Faruk Ozer me Shqipërinë? Pas akuzave që u ngritën në Turqi, ju arratis drejt Shqipërisë, ku ndryshoi edhe pamjen e tij të jashtme, duke qethur flokat e mbajtur mjekër me qëllim që të mos identifikohej. Ozer qëndronte në një banesë me Qirana Elbasan,
por frekuentonte edhe një prej resorteve luksoze në Palas, vend në të cilin u arrestua për t'u ekstraduar më pas drejt Turqisë më 7 shtator të vitit 2023. Bashkë me to u vu në pranga edhe Edevaldo Haxhiu, personi i cili e kishte ndihmuar për të fshehur në vendin ton Faruk Ozer. Haxhiu pranoi se e kishte pritur turkun e shumë kërkuar në aeroportin Nën Tereza, pasi e kishte porosin nga një person tjetër. Faruk Ozer, sipas autoriteteve turke, ishte arratisur nga vendi i tij në prill të vitit 2021. Ozer bashkë me disa persona të tjerë themeluan kompaninë Thodex në vitin 2017 për shitjen e monedhave virtuale ku mijëra persona investuan në këtë platformë duke humbur kursimet e tyre. Sali Berisha ka paralajmëruar një përshkallëzim të aksionit të opozitës si brenda dhe jashtë parlamentit. Pas kryesisë, Berisha komentoi dhe vendimin e gjykatës kushtetuese për Erion Veliajn. Në mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike u vendos që opozita do duhet të përshkallëzojë aksionin e saj qoftë ky brenda apo dhe jashtë parlamentit. Përgjatë komunikimit me mediat pas mbledhjes, kryedemokrati Sali Berisha tha se nuk do të ketë bojkot të parlamentit, por nënvizoi se do të eksperimentohet me format e mosbindjes civile. Kryesia vendosi të shqyrtohen, janë bërë një seri propozimesh dhe ato do të konkretizohen në veprime konkrete, qoftë për analizën brenda partisë, qoftë për format e reagimeve ndaj këtyre që ndaj zhvillimeve të premtës së zezë të Partisë Socialiste. I pyetur për datën e protestës, Sali Berisha nuk ishte konkret, por i ftoi mbështetësit e opozitës që të përgatiten për rezistencë. Ftoi demokratë dhe mbar qytetarë të opozitar, është në dorën e tyre. Fati i këtij regjimi që unë ndjekeq të citoj veten, por e quajta vite më parë kakistokraci, duke marrë huar nga greqishtja e vjetër këtë fjalë dhe që do thotë më i keqi i të këqive. Por në këtë komunikim me gazetarët, vetëm pak minuta pas daljes së vendimit të gjykatës kushtetuese që la në detyrë Erion Veliajn, Berisha e cilësoi vendimin si një shuplak që gjykata kushtetuese dha ndaj kryeministrit Rama dhe presidentit Begaj. Këtë e komentoj gjithashtu si një dhuratë që Edi Rama, që nuk njeh asnjë lloj ligji dhe morali, i bëri pa dashje kundërshtarit tij kryesor brenda në parti, Erion Velis. Dhe me këto, ai i dha Erion Velis avantazhin e sotme, de facto nuk ka moral se Haram Begaj edhe Edi Rama janë të palosur që të dy. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla kërkoi nga opozita të ulen dhe të diskutojnë për zgjedhjen e avokatit të popullit. Pavarësisht se socialistët i kanë 84 votat e nevojshme për të zgjedhur avokatin e ri të popullit, Tauland Balla në emër të mazhorancës ftoi opozitën që ta zgjedhin me konsensus. Propozimi im është institucionalizimi i një komunikimi opozit-mazhorancë në funksion të dhënies fund të kësaj situate të papranueshme që një institucioni kushtetues si avokati i popullit i ka mbaruar mandati dhe Kuvendi i Shqipërisë nuk e ka zgjedhur ende. Në ditën e fundit të afatit për të dorëzuar aplikimin në Kuvend, Balla deklaroi se deri më tani shumica parlamentare ende nuk mbështet asnjë kandidaturë. Jo, Partia Socialiste e Shqipërisë nuk e ka sot një emër për ta mbështetur, për shkak se jemi ende në fazën që shprehen interesin, gjithë ata që mendojnë që mund t'japin kontributën e tyre për të qenë avokat populli. Ndërkohë është publikuar dhe lista me 23 kandidat për kreun e avokatit të popullit, të cilët janë në garë për drejtimin e këtij institucioni. Në listë janë figura të njohura politike e publike, Genta Bungo, Sajmir Visha, Shkëlqim Suloj, Ismail Tafani, Endrit Shabani, Jola Hysaj dhe të tjerë. Në total janë 23 kandidat që kanë shprehur interes për të drejtuar institucionin e avokatit të popullit në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Të fillim jave u diskutua edhe për projekt buxhetin e vitit 2026, i cili do të diskutohet në parlament, ku në 19 nëntor do të jetë një seancë në parim, ndërsa në 11 dhjetor nen për nen. Për kryeministrin Rama, në autoritetin kombëtar të ushqimit nuk do të ketë më asnjë inspektor pa integritetin e dur profesional.
Në konferencën ndërkombëtare mbi shkencat e jetës dhe bujqësinë, kryeministri Edi Rama u shpreh se është i nevojshëm reformimi i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Duke krijuar një aleancë që do t'i hapi rrugë profesionistëve që do duan të përfshihen në këto inspektorate sipas meritës, dhe nga tjetër do t'i mbylli rrugën atyre që i kanë gjetur mënyrat për të futur në këto inspektorate pa integritetin e dur profesional dhe për të bërë jo pjesë e zgjidhjes që inspektoriatet duhet garantojnë, por pjesë e problemit që ne kemi me inspektoriatet. Kreu i qeverisë nuk i kurseu batutat me rektorin e Universitetit Bujqësor të Tiranës, Fatbert Sallaku, teksa u shpreh se nuk ja priste mendja që do të lavdëronte kaq shumë sa herë t'i jepej rasti një demokrat. Sot është kthyer në një pararoj e transformimit, një pararoj e ambicjes për Shqipërinë e të nesërmes. Këtu ka një merit veçantë, jo vetëm leadershipi i universitetit, nuk ma kishte ngrënë mendja që do vinte dita që unë do lavdëroja kaq shumë sa herë që mbie rasti një demokrat, por kam kuptuar që kur demokratët nuk kanë flok, e kam më të lehtë që të gjej aleancë me ta. Këtë vit, rreth 20% më shumë student kanë zgjedhur që të jenë pjesë e Universitetit Bujqësor të Tiranës. Për të shmangur mbylljen e degëve në këtë universitet, është kërkuar që të ulet mesatarja e pranimit. Mirë, ndalemi në një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak.
Greta Topianon. Eci me lajmet, pensionistët do të marrin shpërblim në muajin dhjetor. Qeveria ka vendosur të ndajë për ta 10 dhe 15.000 lekë në varësi të përfitimeve mujore. Shpërblimi për pensionistët këtë vit do të jetë i njëjtë me vitin e kaluar. Lajmin e bën të ditur Ministri Financave Petrit Malaj. Për gjithë ata pensionistë, të cilët kanë një pension mujor deri në 20.000 lekë të reja, pra 200.000 lekë të vjetra, do të përfitojnë një bonus 15.000 lekë. Dhe për gjithë ata pensionistë të cilët kanë një pension mbi 20.000 lekë të reja apo mbi 200.000 lekë të vjetra, do të marrin një bonus për 10.000 lekë. Malaj shtoi se me rishikimin e buxhetit të këtij viti, vëmendja kryesore për shpërndarjen e fondeve ishte tek pensionistët, për të cilët janë dedikuar afro 100 milion euro. Vlera më e madhe e të ardhurave që neve kemi realizuar gjatë këtij 8 mujori kalon për bonus të pensionistëve. Gjatë raportimit në Komisionin e Ligjeve, Malaj deklaroi se deri në fund të mandatit pensioni minimal do të jetë 200 euro, ndërsa pensioni mesatar do të jetë 400 euro. Rritja e çmimit të transportit publik në Bashkinë e Kamzës ka sjellë pak kënaqësi tek qytetarët. Ata thonë se ky vendim do të ndikojë drejt për drejt në buxhetin e tyre. Rritja e çmimeve të biletave të transportit publik të Bashkisë Kamës ka ngjallur pa kënaqësi tek qytetarët, sidomos tek pensionistët dhe punonjësit me të ardhurat të ulta. Shumë prej tyre thonë se edhe pse ndryshimi duket i vogël, ndikon ndjeshën në xhepat e tyre. Ndikon shumë, ç'të bëjmë? Ç'të bëjmë? Ndikon. Ne pensionistë jemi 100.000 lekë marrim tash. Sa herë do ta përdorni autobusin në ditë? 2 herë, 3 herë. Kushtet si janë? Kushtet bërnot janë. Ndikon se aq janë rroga tu. Sa herë duhet udhton me autobus në ditë? Po bi 2 herë, 3 herë, varet si mas punës ku e kam punën, ka ndiku pak. Është diçka që ju mund ta përballoni apo do t'ju ngushtoj xhepat? Pak, po, do i ngushtoj. 100 lekë, po ndikon. Rarë si likja me fjalë linje Kamzës është e rregullt, nuk është se është e rregullt. Ki ka kushtet, nuk është se si ka me fjalë, shumica të autobuseve kanë kondicioner. Sipas vendimit të bashkisë, çmimi i biletës autobusit është rritur nga 40 lekë në 50 lekë, ndërsa aboneja mujore kushton tani 1.400 lekë dhe aboneja e përgjithshme është vendosur 1.600 lekë. Ndikon, se na arrim, se ne bëjmë. E bëjmë 2 herë në ditë, 3 herë në ditë, si mas orarit punës. Do të na i gushtojë shumë. Po s'kemi qa bëjmë. Do një kem punën, të hopë, tjetoj. Teti du t'i marrë këtë më, osa du të lëgërisë edhe për punëtor që me 400.000 leka mund t'i dalim abonesë ose të ardhë në veç shtëpisë. E ne tjetojmë për t'i përballojmë. Ndiku për çfarë bëjmë tash? Ky ndryshim çmimesh në dokumenta thuhet se vjen si pasojë e rritjes së çmimit të karburanteve dhe të shpenzimeve operative. Spitali Peqinit nuk ka mjek specialist. Për këtë arsye, qytetarët janë të detyruar të udhtojnë drejt Elbasanit për të marrë shërbimet e nevojshme mjekësore. Në Peqin, mungesa e mjekëve specialist në spitalin e qytetit ka kthyer kujdesin shëndetësor në një sfidë të përditshme për banorët. Mungesa e mjekëve specialist në spitalin e Peqinit i detyron banorët e kësaj zone të udhtojnë për orë të tëra në spitalin Renal të Elbasanit apo në Tiranë për të marrë shërbime të nevojshme shëndetësore. Më shqetësuese situata është për moshën e tretë, e cila ka të vështirë të përballojë qoftë nga ana ekonomike, qoftë nga ana shëndetësore. Jo se më nga mje, për të shdo janë së zara, do të majmë rrugë gjatë në Elbasan. Sigurisht, s'kemi garanci, se kemi mjekë familje ajo se përballon këtë shtek. Eko më basë më banë, privat, jemon. Ne po vdesim, ne po ikim po bredhëm, shkojmë Elbasan, marim letra për ilacet, nuk na japin këtu Peqinca. Janë hajdutën. Ku dhe jena në lekat, doktori do, rruga do. S'kam njeri unë me plakun jam. Të moshuarit janë më të prekurit, pasi për ta çdo udhëtim është barë fizike dhe financiare. Kush e del pa nimën e fëmijëve? Më thojë më kush e del. Në Elbasan janë ka, pa në Elbasan ka pas vend. Në këto spital shu i momentit shu sa për të përgjendë. Këtu në Peqin nuk ka mjek specialist, mjek zemre. Ka një privat, spital nuk ka. Vështirësi. Në ndihmën financiaret kalamajve që në vinë. E qyteti vjetër këtë më duhet këtë çdo lloj specialisti. Nga pas për para. Edhe doktorët mirë. Spitali i Peqinit vazhdon të funksionojë vetëm për raste urgjente, ndërsa mungesa e specialistëve e ka lënë qytetin pa kujdesin bazë shëndetësor. Banorët kërkojnë që institucionet shëndetësore të ndërhyjnë sa më parë, në mënyrë që Peqini të mos mbetet pa mjek dhe pa shpresë për një shërbim dinjitoz pranë vendbanimeve të tyre.
Një person i nacionalitetit serb me iniciale MV dyshohet se është plagosur dhe rrëmbyer brenda territorit të Republikës së Kosovës nga Xhandarmeria serbe në datën 1 nëntor. Lajmi konfirmohet nga policia e Kosovës. Xhandarmeria serbe dyshohet se ka dhunuar dhe rrëmbyer një shtetas të Kosovës i nacionalitetit serb, njofton policia e Kosovës. Ngjarja ka ndodhur në datën 1 nëntor. Vendi i ngjarjes kur raportohet se ka ndodhur rasti dyshohet se gjendet brenda territorit të Kosovës, pra brenda hapësirës siç quhet pika 0 në afërsi të zonës së Leposavicit, ku për këtë policia e Kosovës ka njoftuar dhe ka bashkëpunuar me KFOR-in si përgjegjëse për zonën kufitare. Tha policia e Kosovës përmes një njoftimi ditën e hënë. Policia tha se viktima i identifikuar me inicialet MV sipas dëshmitarëve është dërguar me një autoambulancë në drejtim të qytetit të Nishit në Serbi. Sipas dëshmitarëve okular, policia thot se ka siguruar informacionet se persona të maskuar kanë hyrë në territorin e Kosovës duke e plagosur dhe rrëmbyer viktimën, të cilin më pas e kanë dërguar në territorin e Serbisë. Rasti sipas njoftimit po ndiqet nga organet e drejtësisë në Kosovë. Kjo komunë gjendet në brezin kufitar mes Kosovës dhe Serbisë. Misioni paqërues i NATO-s në Kosovë, KFOR është reaguesi i tretë i sigurisë në vend, pas policisë dhe misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX. Kjo nuk është hera e parë që autoritetet e Kosovës akuzojnë Xhandarmerinë serbe se hyn në territorin e shtetit. Në mars të vitit 2012, 2 policë të Kosovës u arrestuan në fshatin Dumnic të Podujevës dhe pas 48 orësh ata u liruan. Ndërkohë që ngjarja u përsëri dhe në 2023, ku arrestuan 3 punonjës të policisë së Kosovës. Sipas autoriteteve në Beograd, ata u kapën më shumë se 1 kilometër thellë në territorin serb, ndërsa zyrtarët në Prishtinë thanë se ata u rrëmbyen gjatë një patrullimi kufitar. 4 nëntori shënon ditën e samitit të Euronews, i cili do të zhvillohet në Bruksel. Ky takim vendimtar për politikën e zgjerimit Bashkimit Evropian do të transmetohet drejt për drejt për herë të parë. Gjithçka është gati për samitin e Euronews që do të mbahet të martën më 4 nëntor në Bruksel. Ky samit shënon një moment vendimtar për politikën e zgjerimit të BE-s në zemër të Evropës, një ngjarje që do të transmetohet drejt për drejt për herë të parë. Figurat më të rëndësishme politike të kontinentit mblidhen për të diskutuar zgjerimin e bllokut 27 antarësh, drejtlindjes dhe juglindjes. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa ka konfirmuar pjesëmarrjen e tij. Samiti do të sjellë së bashku presidentët e Moldavisë dhe Serbisë Maja Sandu dhe Aleksandar Vučić, 3 kryeministra që përfaqësojnë Ballkanin Perëndimor, Edi Rama nga Shqipëria, Milojko Spajić nga Malizi, Hristia Mickoski nga Maqedonia e Veriut, si dhe komisionerin evropiane për zgjerimin Marta Kos. Ky samit përfaqëson iniciativën e Euronews për të fuqizuar zërat e vendeve kandidate në një moment ku presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka rifilluar procesin. Samiti do të ofrojë një platformë të veçantë për udhëheqësit e vendeve kandidate që të shprehin perspektivat e tyre mbi rrugtimin e zgjerimit. Çdo udhëheqës do të ndajë mendimet e tij për mënyrën se si perceptohet zgjerimi nga këndvështrimi i vendit të tyre dhe çfarë sjell rruga përpara. Koha e organizimit të samitit të Euronews përkon me prezantimin nga Komisioni Evropian i paketës së zgjerimit për 2025. Samiti do të shqyrtojë përfitimet e zgjerimit të BE-s, aksesin në tregje të reja me miliona konsumatorë, zgjerimi global të influencës politike të BE-s dhe forcimi i demokracisë dhe vlerave europiane në të gjithë kontinentin. Ajo që e veçon samitin e Euronews është angazhimi për dialog ballë për ballë midis udhëheqësve të vendeve kandidate dhe vendimarrësve të BE-s. Forma televizive do të lejojë që gjithë europianët kudo të ndjekin një diskutim të drejtë për drejtë dhe të hapur mbi sfidat, pritshmëritë dhe mundësitë e zgjerimit. Euronews do të transmetojë drejt për drejt samitin evropian për zgjerimin në të gjitha platformat e saj televizive dhe digjitale, përfshirë YouTube nga ora 14 deri në 17 të martën në 4 nëntor. Donald Trump ka minimizuar shanset që të sulmojë Venezuelën, por nga ana tjetër ai ka paralajmëruar se presidentit Maduro po i vjen fundi. Donald Trump i uli shanset që Shtetet e Bashkuara të hyjnë në luftë me Venezuelën, por nga ana tjetër deklaroi se presidenti Nicolas Maduro i ka ditët e numëruara. I pyetur nëse Amerika do ta godas vendin latin nga programi 60 minuta i rrjetit CBS, Trump u përgjigj: "Nuk besoj, por ata na kanë trajtuar neve shumë keq." Prej 2 muajsh ushtria amerikane ka grumbulluar anije luftarake, avion bombardues Marinsa dhe dron në detin e Karaibeve. Bëhet fjalë për lëvizjen më të madhe në dekada. Ndërkohë, administrata amerikane vijon të kryej sulme ndaj anijeve të dyshuara për transport narkotikësh,
me argumentin se janë të nevojshme për të ndalur fluksin e drogës drejt Shteteve të Bashkuara. Dhe Trump mohoi zërat se sulmet amerikane nuk kishin të bonin me narkotikët, por me rrëzimin e Maduros, duke thënë se kishin të bonin me shumë gjëra. Të paktën 64 persona janë vrarë nga sulmet amerikane në Karaibe dhe në lindje të paqësorit që nga fillimi i shtatorit. Çdo varke vetme që shëllohet vret 25.000 amerikanë me anë të drogës dhe shkatron familje të tëra në mbar vendin ton, theksoi Trump. Mëtej, shefi i Shtëpisë së Bardhë refuzoi të përgjigjej pyetjeve mbi ato që do të bëjmë me Venezuelën. Nuk kam ndërmend t'ju them se çfarë do të bëj, çfarë do të bëja apo nëse do ta bëja, tha Trump. Presidenti i rajonit të Valencias në Spanjë ka dhënë dorëheqjen pas kritikave të shumta të bëra në dëm të tij për mënyrën e menaxhimit të përmbytjeve të vitit kaluar që lanë rreth 240 viktima. Presidenti i rajonit të Valencias në Spanjë, Carlos Mazón, ka dhënë dorëheqjen nga detyra pas presioneve të shumta të bëra lidhur me mënyrën e menaxhimit të përmbytjeve vitin e kaluar. Në total, 229 persona humbën jetën në qytetet e rajonit më 29 nëntor të vitit 2024 me 8 të tjerë që ndërruan jetë në rajonet fqinj, në ato që konsiderohet katastrofa natyrore më e keqe e ndodhur ndonjëherë në Spanjë. Shumë njerëz në Valencia fajsuan Mazón për shkallën e tragjedisë dhe për mënyrën se si ai dhe kabineti i tij reaguan atë ditë. Rezulton se presidenti kishte kaluar thuajse 4 orë në një restorant me një gazetar ndërsa ujërat vërshonin dhe nuk kishte marrë pjesë në takimet e shërbimeve të emergjencave të mbajtura gjatë ditës. Qeveria e Mazón dështoi gjithashtu të jepte alarmin me mesazhe për banorët e Valencias përmes të cilëve do t'i paralajmëronte për rrezikun nga përmbytjet. Ai dha atë vetëm pas orës 20, kohë kur persona të shumt kishin humbur jetën. Nuk mund të vazhdoj më, e di që kam bërë gabime, e pranoj dhe do të jetoj me to për gjithë jetën time, tha Mazón kur njoftoi vendimin e tij. Sondazhet kanë treguar se pjesa dërmuese e qytetarëve në Valencia kërkonte që Mazón, konservator nga radhët e Partisë së Popullit, të tërhiqej për shkak të veprimeve të tij. Protestat të shumta u mbajtën për këto, më e fundit prej të cilave më 25 tetor, ku rreth 50.000 persona dolën në rrugë. Sulmi ndodhur të shtunën në një stacion hekurudor të Londrës nuk ka lidhje me terrorizmin, është policia britanike që ka mohuar ekzistencën e një piste të tillë dhe që ka konfirmuar arrestimin e 2 personave për ngjarjen. Policia në Mbretërinë e Bashkuar ka deklaruar se nuk ka arsye për të besuar se incidenti i ndodhur në trenin 9 toksor të Londrës mbrëmjen e së shtunës ishte një sulm terrorist. 2 të dyshuar u arrestuan pas sulmit me armë të ftohtë që la pas 11 plagosur, 9 prej të cilëve në gjendje kritike për jetën. Ndërkohë të hënën personat në gjendje të rëndë ishin vetëm 2, ndërkohë që 4 nga të lënduarit kishin lënë spitalin. Të dyshuarit u identifikuan si 2 shtetas britanik të lindur në Mbretërinë e Bashkuar, të cilët u arrestuan në stacionin ku treni bëri ndalesë emergjence dhe ku ndërhyn forcat speciale të policisë. Ata janë një 32 vjeçar me përjardhje afrikane dhe një 35 vjeçar me përjardhje nga Karaibet. Detyra rëndon akuza e tentativës së vrasjes. Ngjarja u konsiderua fillimisht një sulm me sfond terrorist, por njësitë antiterrori që u përfshin në hetime e përjashtuan këtë pistë. Sulmi ndodhi teksa treni udhëtonte nga lokaliteti Doncaster në veri të Anglisë drejt stacionit të Londrës, kryqi i Mbretit, dhe kur mungoni vetëm 2 orë nga mbërritja në destinacion. Mbi ngjarjen reagoi dhe kryeministri Keir Starmer, i cili tha se mendimet e tij ishin me persona të lënduar në atë që e quajti një incident të tmerrshëm. Një kull mesjetare është shembur në parkun e rënojave perandorake të Romës, e ndërtuar në vitin 1238. Monumenti ishte braktisur prej kohësh dhe vetëm së fundmi ishte nështruar procesit të restaurimit. Një pjesë e monumentit mesjetar Torre dei Conti në Rom u shemb mëngjesin e së hënës gjatë punimeve për restaurimin e tij, në afërsi të parkut arkeologjik të njohur si Rënojat Perandorake. Incidenti bëri që në vëngjarje të mblidheshin efektiv të njësive zjarfikse, të cilët filluan ngërmimet për të nxjerrë nga rënojat punonësit të bllokuar. Kulla e ndërtuar në vitin 1238 nga Papa Innocenti III, pranë monumentit të Koloseut, i është nështruar restaurimeve në kuadër të një plani qeveritar, kur papritur u shem rreth orës 11:30. Punëtorët që mbeten në rënoja ishin 4, të gjithë ata u nxorën, por njëri prej tyre qëndroi më gjatë pasi kishte mbetur i bllokuar. Kryetari i Bashkisë së Romës, Roberto Gualtieri, vizitoi vendin e ngjarjes, ndërsa ekipet e emergjencës rrethuan zonën dhe bën ato të pakalueshme për kombësorët. Kulla kishte qenë braktisur për vite me radhë përpara se të nisë operacioni i restaurimit. Për momentin, autoritetet italiane nuk kanë publikuar detaje mbi shkaqet e shembjes së strukturës dhe as për vlerën e dëmeve. Incidenti ndodhi në një nga zonat më të vizituara të Romës, ngjitur me parkun e monumenteve perandorake, në zemër të pjesës historike të kryeqytetit italian.
Është hapur në Egjipt muzeu më i madh arkeologjik në botë. Muzeu arkeologjik më i madh në botë kushtuar një qytetërimi është hapur pranë njërës prej 7 mrekullive të botës së lashtë, piramidës së madhe të Khufus në Giza. Muzeu përmban rreth 100.000 artefakte që mbulojnë 7.000 vjeçar të historisë egjiptiane, nga periudha paradinastike deri te epoka greke dhe romake. Për herë të parë që nga zbulimi në vitin 1922, publiku do të shohë varrin e paprekur të mbretit Tutankhamon, përfshirë maskën plejare dhe fronin apo varkën spektakolare funerare 4500 vjeçare. Midis gurve të çmuar bie në sy një obelisk 3200 vjeçar i faraonit të fuqishëm Ramses II dhe statuja e tij 11 metër e lartë. Egjiptologë të shquar argumentojnë se krimi i muzeut forcon kërkesën e tyre për kthimin e antikiteteve egjiptiane të mbajtura në vende të tjera, përfshirë gurin e famshëm të rozetës të ekspozuar në Muzeun Britanik. Shumica e galerisë janë hapur për publikun që nga viti i kaluar, por hapja e plotë e koleksionit të Tutankhamonit pritet të bëjë muzeun një destinacion ikon për turistët nga gjithë bota. Muzeu, që janë dashur rreth 20 vite që të ndërtohet, ka kushtuar rreth 1.2 miliard dollar dhe pritet të tërheqë deri në 8 milion vizitorë në vit, duke i dhënë një shtysë të madhe turizmit egjiptian, i cili është goditur nga kriza rajonale. Grabitja në Muzeun e Luvrit nuk është bërë nga profesionist, këtë ka deklaruar prokuroria e Parisit. Prokuroria e Parisit ka deklaruar se grabitja gjatë ditës në Muzeun e Luvrit u kryen nga hajdut të zakonshëm dhe jo nga profesionist nga bota e krimit të organizuar. Ky pohim vjen 2 javë pasi hajdutët parkuan një kamion të vjedhur jashtë muzeut më të vizituar në botë, përdorën një ashensor mobiljesh për të arritur në katin e parë dhe më pas hyrën me forcë në një nga dhomat më të zbukuruara të muzeut. Më pak se 7 minuta më vonë, ata u arratisën duke marrë me vete gjavahiret të kurorës me vlerë rreth 88 milion euro. Grabitja e guximshme e kryer në mes të ditës ka shkaktuar debate dhe polemika të shumta në Francë. 4 persona janë akuzuar deri më tani, por gurët e çmuar të vjedhur ende nuk janë gjetur. Mediat franceze kanë spekuluar se hajdutët ishin amator, pasi doli në dritë se kishin hedhur gjevahirin më të çmuar, kurorën e perandoreshës Eugen gjatë arratisjes së tyre dhe kishin lënë pas vegla dhe sende të tjera në vendngjarje që potencialisht mbarin gjurmë të ADN-s së tyre. Të shtunën, prokurorët thanë se një grua 38 vjeçare dhe një burr 37 vjeçar ishin akuzuar dhe ishin lënë në paraburgim mes akuzave se ADN-ja e tyre ishte gjetur në ashensorin e përdorur gjatë vjedhjes. Ata janë akuzuar për vjedhje të organizuar dhe komplot kriminal, ndërsa partneri i tyre është akuzuar për bashkëpunim në vjedhje. Milan është rikthyer tek fitoria në kampionatin italian, ndërsa të dielën poshti Romën. Milani ka mposhtur një tjetër rival direkt. Ishte gjithçka për këtë edicion, bashkëndajemi këtu, mirupafshim.